Procesi zgjedhor po vazhdon të zhvillohet në mënyrë të qetë, të rregullt dhe demokratike në të gjitha komunat e Kosovës, përjashtimisht disa incidenteve të izoluara në disa komuna. Një shqetësim që na vjen në mënyrë të përsëritur është ndryshimi i vendvotimeve në disa komuna. Mirë po, sigurisht që kjo nuk vlen vetëm për votuesit tonë, duhet jetë një shqetësim më i madh i cili duhet të adresohet nga KQZ-ja për zgjedhjet e ardhshme. Mirë po, përtej kësaj, lajmet që po marrim nga tereni janë jashtëzakonisht pozitive, pjesëmarrja në votime është në rritje, entuziazmi i qytetarëve është i dukshëm. Në shumë komuna, veçanërisht aty ku Partia Demokratike e Kosovës garon me kandidat të fortë dhe ekipe të përkushtuara, vrehet një frymë e qartë, mbështetje dhe besimi. Qytetarët e Kosovës po e dëshmojnë sot se janë të vetëdijshëm për rëndësinë e votës së tyre. Ata po votojnë për komuna që duan t'i shohin të zhvilluara.